Qeveria e re hungareze pritet të rishikojë aplikimin për kredin 16 miliard euro të sektorit të mbrojtjes nga Komisioni Evropian, për shkak të dyshimeve për korrupsion dhe mënyrës së shpërndarjes së fondeve. Paketa e financimit ishte aplikuar nga ish-qeveria e Viktor Orban dhe parashikonte kredi me interesa të buta për zhvillimin e industrisë së mbrojtjes në Hungari. Sipas mediave hungareze, pas nisjes së skemës së financimit, një pjesë e madhe e industrisë së mbrojtjes u privatizua nga kompania 4IG, përmes procedurave që tashmë po hetohen për korrupsion. Raportohet se pjesa më e madhe e fondeve europiane do të përfitoheshin pikërisht nga kjo kompani, e konsideruar si e afërt me ish-kryeministrin Viktor Orban. Sipas portalit hungares Control.u, i afërt me partinë e kryeministrit Peter Magyar, pezullimi i kredis mund të godas rënd kompaninë 4IG, e cila mund të përballet edhe me falimentim. Kjo pasi kompania kishte mbështetur një pjesë të madhe të planeve të saj financiare, te fondet shtetërore dhe projektet e lidhura me qeverinë e mëparshme. 4IG është kompania mëm që zotëron One Albania, ndaj tronditjet financiare të grupit mund të kenë pasoja edhe mbi operatorin në Shqipëri. Sipas raportimeve, i gjithë grupi 4IG po përballet me reputacion të dëmtuar për shkak të lidhjeve politike dhe rreziqeve financiare, si edhe hetimeve të mundshme ligjore që qeveria e re hungareze ka paralajmëruar. Vendimi për rishikimin e kësaj kredie shihet si një nga lëvizjet e para të qeverisë së Peter Magyar për të distancuar nga praktikat e qeverisjes së mëparshme dhe për të hapur hetime mbi kontratat e diskutueshme të epokës Orban.